Debati i brendshëm në koalicionin Vlen ka tekaluar në atë publik, ku protagonistë kryesor janë kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari dhe kryetari i Lëvizjes Demokratike Izet Megjiti, ku ky i fundit i ka bërë thirrje Taravarit për reflektim, pasi sipas tij Vlen është formuar si antipod i BDI-s dhe votat i kanë kërkuar për ndryshim dhe rotacion politik. I pyetur për deklaratën e Arben Taravarit se Megjiti është takuar me Musa Xhaferin dhe Fatmir Deharin, Megjiti tha se ai ka komunikim me të gjithë për shkak se nuk janë në luftë, por sipas tij dallon komunikimi me marrëveshjen. Ne mbram, domethënë e ftum zotin Taravarit të reflekton sepse flitet dhe ka informata dhe vetë ka vërtetuar që ka bisedime me zotin Ali Ahmeti me Bashkimin Demokratik për Integrim. Pra, brenda Vlenit gjithçka është e lejueshme, gjithçka është legjitime, edhe për ndërtim pozicionesh, edhe për ndërtim idesh, edhe për gjithçka që ka të bëjë me projekte politike, mirë po demokracia ka një rregull. Pra debatohet për e kontra, udhen argumentet në tavolinë dhe në fund nëse mbi votohesh, pra shkon propozimi i shumicës në atë rast. Mirë po kjo nuk do të thotë se nëse nuk mirësh vesh të shtëpia, duhet të shkosh, domethënë me qëndrime tek Bashkimi Demokratik për Integrim. Kreu LDS tha se ata janë bërë bashkë në kohë të vështira dhe sipas tij nuk është mirë tash në kohë stabile të ndahen, duke shtuar se këta e dëshirojnë që ASH-ja e Taravarit të jetë brenda Vlenit dhe se është koha e fundit që të tërhiqet prej bisedimeve me BDI-n. Megjiti komentoi edhe deklaratën e Taravarit, i cili tha se nëse nuk shkrihen në Vlen, ai me partinë e tij do të bashkëpunojnë me Vlenin në zgjedhjet lokale. E për Megjitin kjo deklaratë nuk ka teori politike. Listit e Zasovetnici Deklaratat se nëse nuk dakordohen me Vlenin do të dalë vetë në zgjedhje dhe diku do të bashkëpunoj me BDI-n, diku me Vlenin, mendoj se kjo nuk ka teori politike, e jo në praktik. Ajo është do të thotë në ndonjë komunë do të ngrindemi, në tjetrën për shembull në Saraj do të ngrindemi, ndërsa në tjetrën komunë unë duhet të kërkoj nga votuesit e Vlenit ta përkrahin Taravarin. Ndërkaq, për shkrirjen e Vlenit në një parti të vetme, Izet Megjiti tha se nuk është me rëndësi se cili do të jetë kryetar, se ka vende të mjaftueshme në udhëheqësi, që siç thot nuk është koncepti i barektarizmit, por thirrje nga votuesit se duan vetëm dy tabore politike.